U rikthyem sërish në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit në mungojnë të ftuarit tanë. Kësaj radhe do flasim pikërisht për postën e Maqedonisë Veriut. Posta mbetet një nga institucionet mund të themi më të rëndësishme të shërbimeve publike, e cila lidh qytetarët, bizneset dhe institucionet përmes komunikimit dhe shpërndarjes së dërgesave të ndryshme. Dhe sot me mua në studio kemi konkretisht drejtorin e postës të Maqedonisë. Përshëndetje zotëri Orhan, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë se gjeta. Atëherë më lejoni së paku të ju uroj për herë të parë, ndoshta pak me vonesë, për postin udhëheqës që tani më keni marrë pikërisht në postën e Maqedonisë. Mund të na thuani se në fakt pse pikërisht pranuat të jeni udhëheqës, mund të themi i një institucionit që në opinion mund të thehemi lirshëm që njihet një ndër institucionet më problematike. Faleminderit shumë. Posta si institucion, po dhe institucionet tjera, realisht që kanë problematikat e veta, mund të them se është njëra prej atyre ma problematikave, për shkak se në vete ndër vite ka grumbulluar shumë probleme, shumë borxhe, dhe ndoshta ka qenë e vështirë në fillim të mendosh se mund të përfundosh si udhëheqës në postën e Republikës Maqedonisë. Ndoshta dikush e sheh se është privilegj, por mund të them kështu lirshëm për shkak se është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, ku ke të bëjsh me 2000 punësuar, cilëve më së paku duhet të asigurosh kushtet dhe rrogat që i marrin rregullisht. Mendoj se kam një vizion shumë qartë se si duhet menaxhohet me postën. Në atë kohë edhe unë si fillim kam pas ato dilemat e mia se si mundet të rregullohet kjo punë. Por prapë, një energji e re në një institucion kogja të ngarkuar, mendoj se i vjen mirë dhe duhet të japim maksimumin tonë, që në atë kohë ka mendu se do ta jep edhe tash e bëjmë njëjtën. Ju potencuat që keni një vizion, cili është vizioni juaj, kur morët këtë detyrë dhe çfarë synoni të ndryshoni? Duke fillu nga organizimi i brendshëm, që kam paralajmëruar gati një vit, për shkak se është një ndër institucionet më komplekse në funksionimin e brendshëm dhe duhet pak më shumë kohë që të arrijmë rezultatet e para që të shihen realisht ato rezultate. Duke marrë parasysh se është një institucion i tillë, ne edhe problematikat që i kemi pas, jemi ulë dhe i kemi diskutuar që të shohim se cili mund të jetë ai vizioni përfundimtar i ynë se çka duhet ndryshojmë. Të rikujtoj se në postën prej vitin 2016 nuk është investuar asnjë euro, asnjë cent. Dhe kjo bie deri te jo mirëmbajtja e mirë, ku më pastaj ai akumulim i problemeve neve na është bërë një problem shumë i madh që po mundohemi dal nga dal ta pastrojmë. Mos them tek pjesa ku duhet ketë edhe investime kapitale, domethënë si në infrastrukturë, si në pjesën e digitalizimit, në pjesën e parkut veturave, për shkak se kemi shumë të rëndësishëm për funksionimin e rregullt në shërbimet postare. Zotëri Orhan, mund të na thoni se a ka ndonjë përmirësim të themi konkret prej marrjes së mandatit në udhëheqjen e këtij institucioni? Përmirësimet ndoshta për momentin nuk janë të dukshme, por në brendësi vërehet një atmosferë kogja më e mirë. Thash, probleme ka pas shumë të grumbulluar. Duke i eliminu një pas një dhe duke gjetë zgjidhje për disa që janë gati të pa eliminueshme. Një solucion që ja ofrojmë për ta anashkalu apo për ta tejkalu një problematik caktuar na ka marrë shumë kohë. Tash jemi më stabil. E mira e kësaj është se kemi kontakte ditore edhe me ministrin, po edhe me qeverinë për ta ndihmuar punën e postës. Kjo shpresoj që ndoshta jo në afat shkurt, por në strategjinë afat gjatë do të japë rezultatet e veta. I nderuar, protestat e fundit e të punësuarve tuaj ishin në muajin janar. Me kërkesën e thjesht kërkoni pagesën ligjore për mundjen e tyre. A marrin aktualisht punonjësit pagat me kohë apo vazhdon ende e njëjta problematik të themi me vonesë? Kemi pas disa probleme financiare. Muajin e kaluar kanë marrë edhe para kohe, meqenëse se ligji obligon prej datës 1 deri me datën 15. Kemi respektuar gjitha normat ligjore dhe kemi paguar rrogat në ndoshta me të parin dytit datën.
është një institucion kogja i vështirë për të menaxhu, kogja me borxhet mëdha të akumuluar ndër vite, ku ti ke obligim që edhe borxhin e vjetër ta servisosh, edhe mirëmbajtjen e rregullt ta bësh, po edhe të mendosh për rrogët cilët janë jo pak për shkak se janë 2000 mësum. Atëherë si është gjendja financiare e punonjësve sot? A janë ende në pasiguri siç deklaroni në fillim të vitit? Jo, realisht them se çdo institucion shtetëror ka problematikat e veta financiare, sidomos në këto periudha kohore kur kriza globale është duke e bërë të vetën. Nuk mund të them që nuk është stabile, për shkak se kemi mbështetjen e qeverisë, kemi mbështetjen e ministrisë dhe kemi mbështetjen e punonjësve, të cilët falenderoj posaçërisht të gjithë për shkak kontributit që e japin. Në një vend modern, postieri mund të them se llogaritet mas policisë dhe ushtrisë dhe shëndetësisë vjen i katërt i postieri. Kështu që ne duhet të vetëdijsohemi pak për t'i respektuar ata njerëz pak më shumë, për shkak se janë pjesë e jetës tonë, domethënë çdo ditë marrim informacionet apo ftesa ndryshme në bazë të asaj që ato e bëjnë punën. Mund të na thoni se çfarë mësimesh ka nxjerrë drejtoria në krye të së cilës jeni nga ajo krizë? Ne kemi bërë një analizë të qartë brenda postës, si analizë financiare, si analizë në organizimin e brendshëm të vendeve të punës, dhe kemi vërejt disa mangësi të cilat ndoshta në vitet e kaluara për shkak ngarkesës financiare të keqe që e kanë pas, nuk kanë pas hapësinë edhe kohë të mirën me problematikat si duhet veprohet. Mësimi është për shkak, një mësim shumë interesant, mund kështu ta them se ata të cilët punojnë pajtojnë plotësisht se janë disa me rroga minimale. Si institucion shtetëror jam fort i shqetësuar cilën e udhëheqi për shkak se mundohem çdo ditë të gjej një zgjidhje se si rrogat tona të barazohet me rrogat e institucioneve tjera. Mirë po, kryesorja për mua si menaxhues është që në datën e caktuar ligjërisht t'ju jap rrogat 2000 punëtorëve dhe t'jam shumë rahat atë ditë. Pikërisht ajo, se domethënë ka familje që mund të themi jo familje, po gjithkush mvareme prej pagave mujore në vend e kështu me radhë. Mund të na thoni zotëri Orhan se si rrjedh aktualisht dialogi juaj si drejtuesi postës me sindikatat, duke pasur parasysh në ato kohë është akuzuar madje për motiv politik në protestën e të punësuarve, e mendoni ende si të tillë? Kam një marrëdhënie pune jashtëzakonisht të mirë me sindikatët. Tash për momentin kemi 3 antarë apo 3 sindikata të postës. Janë të kyçur në të gjitha proceset, si në procesin e sistematizimit, si të marrëveshjes kolektive, ku punojmë intensivisht, ditën e hanë dhe ditën e ejte, çdo javë kemi takime. Pse kam dhënë ashtu deklarat, po prap jam i atij mendimi se ajo protest ka qenë e motivuar politikisht, duke marrë parasysh se ne një ditë më herët kishim takim me sindikatët dhe u dakorduam për shkak problemit teknik që patëm atë ditë të mos pagesës së rrogës, u dakorduam që nesër deri ora 12 të paguhen gjitha rrogat. Dhe ishte vetëm një problem teknik. Kur ke një marrëveshje mes palëve, unë mendoj që duhet respektohet. Dhe ne atë ditë deri ora 18:30 kemi qenë në zyre dhe orarin përfundon në ora 16. Do të thonë kemi ndejtë 2 orë gjysmë më shumë vetëm ta gjejmë një zgjidhje që nesër të marrin rroga. Edhe kanë qenë të bindur për shkak dokumentacioneve që u kam ofruar se është gabim teknik e transferit të mjeteve prej një llogarie në llogarinë tjetër bankare. Kështu që nuk kanë hasur në mirë kuptim, edhe pse thash, jemi marrë vesh atë natë, nuk kanë hasur në mirë kuptim dhe kanë vazhduar në mënyrën e tyre. Pse them që është e motivuar politikisht, për shkak se ndër vite, e sidomos në këto 2 vitet e fundit, janë munduar që postës prap t'ia prishin imazhin, ata të cilët nuk kanë ditë të menaxhojnë me postën apo nuk kanë pas vesh për ta dëgjuar problematikën e postës. Posta në këtë gjendje nuk ka shprej sot. Është ndër vite e krijuar kjo gjendje. Dhe sulmet që më janë bërë edhe mua si drejtor, po edhe postës si institucion,
në 3 muajt, 4 muajt e kaluar, ka qenë jashtëzakonisht të rënda për shkak se dëshirojnë ende t'ia prishin imazhin dhe ta hupin besimin tek qytetarët. Kështu që unë i qëndroj asaj deklarate dhe gjitha deklaratat që janë dhënë nga palët kundërt për postën, ju ftoj publikisht në çfarëdo debati, në çfarëdo formati, se nuk është ashtu si ata e mendojnë nga jashtë. Zotëri Orhan, mund të na thoni se rreth 60% e punonjësve punojnë për pagën minimale. A është kjo e pranueshme për një ndërmarrje publike? Në vitin e kaluar nuk e di sa të kujtohet, ne kishim një vendim të qeverisë ku thoshte se duhet rriten rrogat minimale. Në atë kohë, në bashkëpunim me sindikatët, ne jo që rritëm rrogën minimale, por vazhduam në mënyrë lineare, rritëm edhe rroga tjera. A kuptohet në një dallim kohor prej 3 muajsh. Do të thonë rroga minimale të rritet në muajin mars dhe rroga tjetër, pjesa tjetër e rrogës të punësuarve faktikisht e kemi ndarë në 2 pjesë, pjesa teknologjike dhe administratës. Pjesa administratës rritet rroga në atë kohë. Tash njëjtën e bëm para 1 jave, për shkak se është ligjërisht jemi të obliguar, por prapë rritëm edhe rrogën, pjesën e rrogës tjetër. Do të thonë që në kontinuitet kemi një ngritje, por mendoj që duhet pak më shumë punë, pak më shumë përkushtim dhe më pastaj të kërkohet prej meje pak më shumë rrogat mirë. Si mund të kërkoni efikasitet kur punonjësit, mund të themi të postës së Maqedonisë, marrin paga më të ulta në vend dhe a ka plan konkret të themi për rritjen e pagave? Po, ne 3 etapat apo 3 fazat kryesore që duhet bëhen për që ne të kemi ngritje të rrogave është e para matja e kualitetit të çdo postieri apo të çdo punonjësi në postë. Është e vërtetë se kemi punonjës shumë mirë, po është edhe e vërtetë që kemi punonjës që, them drejtën, nuk e japin atë maksimumin apo pjesën minimale për ta arritur atë rrogën e vet për ta mbuluar. Dhe për atë duhet bëhet matja e kualitetit të punës, si fazë e parë, matja e reonave, për shkak se çdo postier ka një reon të caktuar, por nuk është më ai intensiteti i punës si në të kaluar. Për shkak se në vitin 2019-20, para pandemisë, kanë ndryshuar 2 ligje, e njëri prej atyre që është edhe pagesa online. Tash, ti nëse dëshiron, morim shembull një kompani të caktuar, ti mundesh ta bësh që fakturën të dërgojnë online ose ta dërgojnë me postë. Shumica insistojnë që të jetë online. Edhe aty, domethënë, ulet intensiteti i punës në postë, për shkak se s'kemi material, s'kemi letra. Një postier të punojë kështu efektiv në kohën cila është e parapame me ligj për marrëdhënie pune, ai më shumë se 3 orë nuk ka punë. Mirë po, fatkeqësisht në disa vende nuk është e qartë edhe ajo se si e bojnë apo e punojnë ai kryen atë detyrë. Për atë edhe kemi mungesë të arritjes së letrave në destinacionin e duhur apo të paketave. Jemi në hap të mirë dhe besoj që shumë shkurt do të ndërmirën masa edhe për këtë punë, për shkak se jemi në përfundim të planit operativ se si duhet veprohet. Përveç pagave, a ka masa të tjera për përmirësimin e kushteve të punës për punonjësit në postën e Maqedonisë? Po, shohim se në jetën ku jetojmë ne tash, motivimi është baza tek një punëtor. Realisht motivim për punëtor është paga më e mirë edhe kushtet më të mira të punës. Jemi duke përgatitur në pjesën e postierëve thash e kemi emëruar kështu bonus plus, ku çdo postier do ta ketë një target të caktuar dhe në bazë të atij targeti, nëse te kalohet ai target që cakton punëdhënësi, ai do të paguhet plus për çdo dërgesë tepër. Jemi duke mendu edhe pjesën e orarit që ta bëjmë pak më fleksibil. Për shkak se e dim, shumica jemi në punë prej 8-4 orës, edhe ti nuk ke hapësinë ndoshta me ju përgjigj një postieri apo kështu, që ta bëjmë pak më atraktiv edhe punën e postierit, edhe të ketë edhe bonusi të jetë më i mirë nëse postieri e merr obligim që një pjesë caktuar të paketave ta dërgoj mas orarit punës deri ora, po supozojmë deri ora 20-21 në mbrëmje, që të ketë qasje të çdo qytetar, për shkak se besoj që atëherë shumica jemi më shumë në shtëpi tonë. Në shtëpi. Zotëri Orhani, ju keni pranuar vetë se ka shumë administrat dhe pak postier. Dhe a mund të na thoni si u lejua të krijohet kjo situatë?
Mendoj që në pjesën e sistematizimit dhe marrëveshjes kolektive ka qenë një zbrastin të cilën e kanë shfrytzuar ndër vite. Për shkak se me shkollim të mesëm është llogaritën pozita e punëtorit deri në sportelist. Dhe kontrollori i cili është në nivel pak më lart. Mirë po, në pjesën e shkollimit lartë është llogarit administrata, që i bie kështu, ti në momentin një punësu me shkollë të mesme, ke avancu, ke studiu, ke kry shkollën e lartë, ke marrë diplomën dhe ke ardhur në post, ku të drejtë ekskluzive ka pas drejtori general që t'ja pranoj shkollimin. Ja ka pranuar shkollimin, por në atë moment ti e ki pas prej sportelistit, e ki hek, e ki shku në administratë. Vendi sportelistit ka mbetë zbrast. Për shkak se në marrëveshjen kolektive nuk mund të punosh sportelist me shkollim të lartë. Këtë kemi ndryshu në mos gabofsha në janar, në fund të janarit, dhe administrata për momentin në atë kohë ka qenë 37%, 36-37%, që për një institucion tillë është shumë i madh. Në bazë të gjitha rekomandimeve duhet jetë 9 deri në 12%. Ne kemi 15 njësi rajonale, me ndryshimin dhe sistematizimin e ri, do të kemi 8 njësi rajonale dhe një qendër logjistike, që do të jetë Shkupi 2, siç është tash. Do të zvoglohet, domethënë me automatizëm zvoglohet numri i administratëve në njësitë rajonale dhe me automatizëm me ndryshimin e kësaj që thash pak më herët pjesës së shkollimit, ne mund lirshëm ti adresojmë njerëz që prej në administratë të udhëzojmë që të punojnë në për sportele apo në punë tjera, mirë po ta mbajnë rrogën në bazë të shkollimit që e kanë të kryer. Zotëria Orhan, mund të na thoni se a do të kesh shkurtime të vendet e punës dhe në cilat sektore? Jo, unë mendoj që ka pak të punësuar në postë, duke marrë parasysh shtrirjen e postës që është në nivel republikan, duke marrë parasysh edhe moshën mesatare të cilën gjindemi momentalisht të punësuarit në postë, për shkak se mosha mesatare është 56.5, 56.7 vjet, që i bie gati para pensionit, dhe frika më e madhe imja si menaxhuesi i atij institucioni është se kush do t'i përgatis kuadrot e reja. Nëse ne nuk morrim masa në këto 2-3 vitet e ardhshme që kemi numër pak më masiv të punësimeve në postë, do të vime një situatë që do ta kemi shumë vështirë. Për shkak se posta dhe puna e postës nuk mund të mësohet tash për momentin në asnjë shkollë, nuk mund të mësohet në asnjë institucion tjetër, por është një zanat i cilin e përvetëson gjatë praktikës që e van brenda. Por atë jam shumë i shqetësuar, them edhe një herë se ne nuk kemi nevojë për të larguar punëtor, kemi nevojë vetëm të rendisim në vendet e punës adekuat ku ato mund të punojnë dhe të punësojmë njerëz të ri që në këto 2-3 vite të mësojnë procesin e punës. Për punësimet e reja, domethënë posta ka nevojë ende për punonjës. Jetojmë në epokën të themi digjitale dhe a ka plane për modernizim apo digitalizim të shërbimeve postare? Po, faktikisht kemi pas takime intenzive për shkak se unë kështu e doj buxhetin apo financat e mundshme të projekteve që ne mund t'i mbulojmë është njëna fazë dhe investime tjera që ndoshta kanë një kost të pak më të lartë, duhet t'i mbulojë ministria apo qeveria. Dhe në këtë drejtim kemi diskutuar kohëgjagat me ministrinë dhe ministrin për problematikat e postës. Kemi arrit një marrëveshje ujdis, didush, kështu. Kemi arrit se duhet investohet në digitalizim. Dhe faza e parë është që do të fillohet të investohet në softverët të cilët ne nuk i kemi fare. Prej pjesës brendshme teknologjike të punës deri te destinacioni final ku do të ketë hyrje dalje të atij paketi. Po supozojmë dhe do të përcillen gjitha fazat, do të përcillen edhe dërgesat, do të përcillen realisht edhe kostot financiare dhe më pastaj në fund, në qoftë se postieri X ka pas sukses që t'i barë 2000 pako, brenda muajit, ai do të shpërblet plus në atë pjesën e bonusit nëpërmjet këtij softverit i cili automatikisht të kalkulon edhe suksesin e atij apo e matë kualitetin e punës atij. Nuk është investu asnjë cent, thash më herët, deri në vitin 2024, 2023, kështu, investime të vogla, po jemi direkt kyç në këtë problematik dhe jemi duke punu, thash, në pjesën e softverit sa më shpejt ta kemi si pjesë tonën. Ashtë edhe pjesa tjetër e teknologjike, pjesa e sortimit.
Ne kemi kërku, qysh fillim kam kërku realisht që të blihet ajo makineri, për shkak se na lehtëson punën dhe zëvendëson, nuk i përjashton, zëvendëson diku 70 punëtor, cilët punojnë 24 orë për t'i ndarë, për t'i selektuar ato pakete, ndërsa ajo i bën ka kapacitet deri në 200.000 në 24 orë. Ne kemi kapacitet momentalisht 24.000, 20.000, për shkak se gjithë bëhet në mënyrë manuale, kështu me dorë ndahet. I nderuar, a do të cilë reforma një organizim më efikas dhe shërbim të themi më cilësor për qytetarët? Unë mendoj që po. Spari duhet, thash në fillim, të vetëdijsohemi se çka po kërkojmë dhe të respektojmë atë që e kemi kërkuar në fillim. Absolutisht në faza të kësaj edhe nëse e shohim në aspekt afatgjat, posta besoj që në 2 vitet e ardhshme mund të ketë rezultate pozitive, e sidomos kur kemi një plan më afatgjat mbas vitit, mund të them kështu, tash jemi 2026, mbas vitit 2028-9 shihen rezultatet, për shkak se është një institucion shumë kompleks që mund të presim rezultate kështu shumë shpejt. Pra duhet pak kohë, duhet pak mënyrë organizimit më e mirë, duhet pak më shumë investim dhe pak më shumë ndihmë prej qeverisë. Shpesh herë qytetarët mund të themi lëshëm se ankohen, mund të themi për pakot, për dërgesat me vonesë që arrin. A mund të themi që është kjo si pasojë e mungesës së stafit? Mund të themi, mirë po në realitet mos organizimi i mirë ka qenë problem dhe mos pasja e mundësive, kushteve të transportit. Thash, në vitin 2016 në atë kohë janë blerë një sasi shumë e vogël për nevojat postas, të veturave, të motorve, të bicikletave, të cilët në ndër vite ato janë amortizu, por nuk ka pas më investime tjera. Tash, me ndihmë qeverisë, kemi arriti sigurojmë diku 100 vetura, cilët besoj që në muajin e ardhshëm do të lëshohen në përdorim, dhe pjesa kryesore është organizimi. Zotri Orhan, mund të na thoni se sa kohë realisht duhet për një dërgesë, të themi, dhe pse nuk respektohet, të themi, ajo koha që duhet të jetë e saktë kur duhet të dërgohet një pako apo një dërgesë e tillë? Realisht, nëse ta shpjegoj pak më thjesht, nëse unë e dërgoj një porosi ose një paket prej në Kumanovë, në Tetov, dërgesa ime duhet shkojë në Shkup, në qendër logjistike. Në qendër logjistike ku është zemra e postës dhe gjitha dërgesat mbledhen aty. Grumbullohen dhe më pastaj shpërndahen në destinacione tjera. Momentin që grumbullohen, duhet të sortohen. Problemi i parë. Kur e ke atë makineri që thash më herët, ajo sortohet brenda ditën e ardhshme, ti vetëm se e ke në Tetov, në postën e Tetovës. Dhe më pastaj ti mundos se shkon ta marrsh atë porosi apo ta dërgojnë deri në adresë. Ka shumë faktorë që e ngadalsojnë punën e postës. Kryesore janë kushtet, të cilët, po tham kushtet, për shkak se aty bin edhe pjesa e veturave dhe pjesa tjetër që e përmenda, që e ngadalsojnë. Në e-commerce, në pjesën e blerjes online, ne tash vetëm se kemi fillu intensivisht, marrëveshje të reja të kemi, presim këtë muaj ta finalizojmë me platformën Temu, presim që edhe në të ardhmen e shkurtër të kemi mundësinë dhe jemi duke punu që ta bim edhe platformën tjetër Shein. Janë disa platforma jashtëzakonisht mira dhe të lira për qytetarët. Mirë po tash edhe në këtë vitin 2026 me ndryshimin e DDV-s që e boni faktikisht dogana, neve na ka kriju një problem pak më të madh, për shkak se ata thonë që nuk duhet të doganohet asgjë, se e pagun ti me automatizëm nëse blen në Temu, nëse kjo gotë kushton 10 cent, i kemi apagujt atë doganën aty kur ta blesh. Por nuk është pjesë e jona, është pjesë e marketingut të tyre. Neve na bën problem kemi probleme me AliExpressin me të tjerët, të cilët ti nuk ta jep mundësinë ta kalkulojë në çmim çish në fillim. Dhe më pastaj ne duhet si post, që s'është detyra e jona, ne ta marrim atë pjesë të DDV-s apo pjesën tjetër prej qytetarit. Këtu kemi një problem dhe jemi duke e zgjidhur dhe këtë që mos dëmtohet asnjë palë. Zotëri Orhan, apo ju bën konkurrencë tregu i ri postave të shpejta private?
Që janë të shumta, mund të themi lirshëm në vendin tonë. Janë të shumta, nuk janë reale, nuk respektojnë asnjë rregullore. Mundohen të janë kështu shumë të shfaqshëm në terren, mirë po realisht kur e ka marrë detyrën kanë qenë 36 posta, mos gaboj, private. Prej atyre të cilat unë besoj edhe mendoj, edhe jam i sigurt se gjysa nuk i plotëson as kushtet. Po për këtë është përgjegjës Agjencioni i Postave, cila i ka dhënë ato licenca në të bazë të çka. Domethënë ne kemi kontrolla mujore për Agjencionit Postave, ne si Postë e Shtetit. Dhe besoj që duhet më shumë të intensifikohet puna dhe kontrolli ndaj atyre postave, për shkak se nuk janë në rregull që ne si institucion shtetëror të respektojmë gjitha rregulloret, gjitha ligjet dhe ata të punojnë ashtu siç ju konvenon atyne, dhe më pastaj të krijohet një disbalans edhe në shërbime, krijohet një disbalans edhe në pagesa, po krijohet një disbalans edhe në çmimore. Kjo mendoj që duhet rregullohet sa më shpejt. Edhe pse drejtoresha e re ka bërë disa lëvizje, disa reforma brenda Agjencionit Postave, të cilën e përgëzoj se nuk është lehtë që të kontrollohet, për shkak se është një treg shumë i egër edhe shumë vështirë për të menaxhuar. Për të menaxhuar, apo humbet Posta e Maqedonisë, apo e humb të themi Posta e Maqedonisë besimin e qytetarëve? Unë nuk mendoj që po e humb për shkak se ju ka dëmtuar imazhi postës gjatë kohë. Në planin strategjik që e kemi edhe në pjesën e marketingut që realisht po mundohemi ta kemi pjesë të reklamave tona dhe vetëdijësimit. Për shkak se Posta e Maqedonisë është e qytetarëve të Maqedonisë. Prej Postës Maqedonisë askush nuk bëhet milioner dhe askush nuk bëhet të ketë kompani të veta prej asaj. E mira është këtu se kemi 2000 familje të cilët janë qytetarë të Maqedonisë dhe të cilët morën rrogë. Pra them, është një institucion komplet i qytetarëve, është një institucion komplet shtetëror, edhe i lusë që më shumë të adresojnë pagesat apo shërbimet e tyre që t'i kryjnë në postë. Mund të na thuani pse qytetarët duhet të vazhdojnë t'i besojnë Postës së Maqedonisë? Po vetëm se thash realisht, është aset shtetëror, aset, nuk e di, në të gjitha shtetet thash në fillim, Posta është e veçantë. Posta është e veçantë. Ta morëm shembull në Ukrainë, ku gjitha institucionet përpos ushtrisë dhe shëndetësisë që punon, asnjë institucion tjetër nuk ka gjendje të punojë. Barnat, buka, ushqimet bartën me postë. Ende bartën me postë. Isha në një takim, është mbajtur në, mos gaboj, në Azerbajxhan, po, edhe po diskutojmë me atë presidenten e postës, ato presidenti thoshin, thotë kështu, ne jemi të detyruar që nëse një qytetari duhet edhe një tablete vetme, duhet t'ja dërgojmë, edhe pse është gjendje lufte. Kështu që ne, llogaritet e ne me ndodh kjo. Nuk kemi kapacitet të menaxhojmë kjo. Të menaxhoni. Zotëri Orhan, në fund në cilat segmente mendoni se Posta ende funksionon mirë dhe mund të rikthehet sërish të themi fuqishëm në tregun e shërbimeve cilësore dhe në kohë pikërisht bazuar mbi ato pikat e forta? Pika më e fortë e Postës është shtrirja territoriale. Ne kemi diku 330 pika postale, të cilët të llogarisim edhe në fshatrat më të larta. Me ligj jemi të obliguar që në 6000 banor të kemi shërbim postar dhe pikë postare, dhe kjo duhet të shfrytëzohet në aspekt pozitiv për të arritur rezultatet pozitive në postë. Pika tjetër kryesore se ne kemi të punësuar më shumë se të gjithë. Përpos shtrirjes kemi edhe numrin, kapacitetin e të punësuarve shumë më të madh se posta tjera. Thash, një aset shtetëror duhet shfrytëzohet maksimalisht, pa marrë parasysh se ndonjë qeveri ka në planin e tij për shembull hekurudhën e jo postën, po ka ardhur koha që duhet mendohet saktë dhe mirë se çka do të bëhet me postën. Unë si drejtor dhe si udhëheqës nuk jam asnjëherë në asnjë moment që të privatizohet posta. Fatmirësisht një mendim të tillë e kanë edhe ministria, dhe shpresoj që do të ketë investime në të ardhmen që do t'ja shohim hajrin ne si qytetar edhe si banor të këtij vendi.
Ju faleminderit shumë që ndatë kohë që të ishit pjesë e emisionit të mëngjesit të ritmi i ditë Zotri Orange. Presojmë të gjitha problematikat të zgjidhen në postën e Maqedonisë dhe qytetarët të kemë besim dhe të mendojnë që si që potencuat edhe ju asetet shtetërore duhet të shfrytëzohen. Faleminderit shumë që sot më dhatë mundësinë të jam me ju. Ju faleminderit.